Kohësh njihesh me dikë, me një tip apo me një tipe, instinkti I parë apo gjëja e parë që ke dëshirë të bësh është përcaktosh se çfarë niveli ka ky personi përballë meje, çfarë niveli formimi ka, ose në çfarë viti jeton, në 2026, në 2020, në 79, apo jeton në 2076. Cili është niveli I formimit të tij pra? Kjo është një nga aftësitë më kritike që na duhen në jetë, të përcaktojmë shpejt nivelin e tjetrit, që pastaj të kemi një komunikim të suksesshëm apo një bashkëpunim të suksesshëm me të tjerët. Kjo është ajo që do të bëjmë sot. Sot do të shohim nivelet e formimit të ndërgjegjes njerëzit, të cilat do t'i paraqesim nëpërmjet një instrumenti kritik që do të përdorim sot për këtë qëllim, e cila quhet tabela e niveleve të formimit të ndërgjegjes njerëzore, e cila rrjedh nga filozofia integrale themeluar nga Ken Wilber. Kjo është tabela dhe ka 9 nivele gjithsej. Niveli më I ulët është I pari dhe pastaj me kalimin e jetës ne shkojmë duke u ngritur në nivelet e formimit të ndërgjegjes me shpresë. 3 nivelet e para janë nivelet më të ulta që mund të ketë një njeri dhe janë bota primitive. Nivelet 4, 5, 6 quhen bota personale dhe nivelet 7, 8, 9 quhen bota transpersonale, që do t'i shohim gjitha një nga një me radhë ditën e sotme në këtë video. Kështu që për t'i shpjeguar më mirë se çfarë nuk kuptoj unë me këto nivele dhe çfarë do të thotë është niveli I ulët I zhvillimit të ndërgjegjes, le të kalojmë me disa grafik ilustrues që kam përgatitur për këtë temë, të cilat I kam të inspiruar nga një kanal në YouTube që quhet Ho Math. Fillojmë këtu. Shohim një person që është duke ecur në trotuar dhe shet diçka të piset. Kjo gjëja e piset normalisht kemi konsensus të gjithë që është diçka që nuk është e mirë, është diçka e piset, e ulet, diçka që nuk duhet ishte aty. Besoj se nuk ka njeri nga ata që e shohin këtë video që mendojnë se kjo gjëja këtu është diçka e mirë. Sigurisht që është diçka e ulet, e keqe. Mirë, po çfarë ndodh? Për këtë mizën këtu, kjo gjëja është thjesht jackpot. Është bonus, sepse aty mund të haj, mund të vendos vezët, është një super bingo, sepse është fitore e madhe. Pra, për perspektiven tonë, kjo gjëja është gjë e keqe. Për perspektiven e mizës, kjo është diçka krejt e mirë aty, është jackpot. Tani, kur unë e shpjegoj kështu me këtë objektin e pakëndshëm këtu, me mizën dhe me njeriu që është duke ecur në trotuar, është thjesht për të kuptuar diferenca perspektivave. Mirë, po ky është I njëjti proces mendor të cilin njerëzit dështojnë në mënyrë spektakolare që ta aplikojnë në situata të tjera në jetën e tyre. Për shembull, kjo gruaja këtu që është duke komunikuar me këtë djalin këtu, I thotë që e kaluara ime s'ka rëndësi. Mirë, po, mbi bazën asaj që thamë më lart, ti nuk mund t'i thuash këtij djalit që e shkuara jote s'ka rëndësi, aq sa ti nuk mund t'i thuash një mize që kjo gjëja këtu nuk është e mirë për ty, sepse të tjerët kanë perspektiven e tyre mbi çfarë ka rëndësi dhe nuk ka rëndësi. E njëjta gjë ndodh I problemit të perspektivave ndodh me çiftet e martuara, sepse tradhtia fizike është diçka që në perspektivin e meshkujve është gjëja më e rëndë që mund t'i ndodh, ose që mund t'i shkaktojë, që mund t'i bëjë një grua. Ndërsa për gratë nuk është e vërtetë kjo perspektivë. Për gratë është tradhtia emocionale, ajo që është më e rëndë që mund t'i bëjë një mashkull. Ato madje në disa raste janë edhe të prirura ta falin tradhtinë fizike të burrit, me provën ose vërtetimin që ai nuk ka kryer edhe si thua tradhti emocionale. Dhe tani ç'a ndodh? Tradhtia emocionale është më e keqe nga perspektiva e grave, sepse tradhtia emocionale do të thotë se ky zotria këtu ka marrë resurset e tij, parat, kohën e tij, të mirat e tij materiale dhe I ka alokuar, I ka vendosur në shërbim të një gruaje tjetër, që do të thotë se ngelet më pak, mbetet më pak për gruan e origjinës dhe fëmijët e origjinës. Pra, ky është një problem shumë herë më I rëndë nga perspektiva grave. Ndërsa nga perspektiva e burrave është e gjitha që ka lidhje me tradhtinë trupore, fizike. Pra, është e njëjta gjë si me mizën, si me trotuarin, okay? Perspektiva të ndryshme mbi çfarë është e rëndësishme për kë.
Ja një shembull tjetër këtu. Kemi rastin kur kemi një vajzë dhe një djalë që kanë filluar të dalin me njëri tjetrin dhe të flasin apo të komunikojnë, mbase janë thjesht shok universiteti. Dhe ç'a ndodh? Kjo vajza këtu ka filluar të ketë aktivitet të çuditshëm në nënvetdijen e saj. Pra kjo pjesa poshtë këtu është nënvetdia, pjesa sipër është vetdia, ndërgjegja. Dhe ç'a ndodh? Kjo ka filluar të ketë aktivitet në nënvetdije të cilat pastaj përcillen në vetdije si ndjenja. Okej, kjo ka ndjenja për këtë djalin, por nuk ja thot, nuk ja komunikon. Ky djali nuk ka ndonjë aktivitet të çuditshëm ose të pazakontë në nënvetdijen e tij dhe përrjedhoi gjërat që thot dhe bën kjo këtu, këtij nuk i bëjnë shumë përshtypje dhe ky nuk arrin ti zbërthej, i duken gjërat pa kuptim të asillet e saj, i duken gjëra që nuk i dëshifron dot. Pra thjesht kjo po mendon se nga që kjo ka ndjenja, atëherë edhe ai duhet të ketë ndjenja ose duhet ta kuptoj se kjo ka ndjenja. Po si do ta kuptoj ai pa ja treguar? Pra ky është një përgjithësim që bëhet nga një person në nivel të ulët të nënvetdijes që ajo çfarë mendoj unë është e barabartë me atë çfarë mendon tjetri. Okej? Ja të bëjmë një shembull tjetër. Ky këtu quhet Steve Scumbag, është një djalosh që vjen nga një meme e famshme e kohës tonë, e viteve më përpara 2017 diçka e tillë, i cili ka vetëm perspektiven e tij. Dhe ç'a ndodh? Steve ose Stevie ka vajtur të shtëpia shokut i tij të ngushtë dhe po ndez hashash, po tymos hashash. Dhe shoku i tij nuk e lejon, i thot mos tymos këtu plako, sepse nuk është gjë e mirë. Stevie thot është qef, për sa kohë nuk jemi në shkollë ose për sa kohë nuk i ke prindërit këtu në shtëpi, për sa kohë jemi vetëm, është qef, pse të mos e tymos duhanin. Kjo ndodh sepse për Steven nuk ekziston perspektiva e tjetrit. Për Steven nuk ekziston që tjetri ka një këndvështrim ndryshe nga të pirja e hashashit, siç e ka ai për veten e tij. Ai mendon se gjithë njerëzit mendojnë si ai. Kur jemi vetëm, s'kemi njerëz rrotull është qef të pish hashash. Ai nuk kupton se shoku i tij i ngushtë mund të mos doj ose mund të ndihet keq ose nuk i pëlqen që dhoma e tij të marrë era hashash. Okej? Dhe tani Stevie çfarë bën? Në momentin që dikush i kundërvihet, ai, Stevie, nuk e interpreton këtë gjën se tjetri mendon gjëra ndryshe. Stevie interpreton këtë gjën sikur tjetri është agresor ndaj meje, tjetri do të më bëj keq mua, prandaj nuk më lejon, tjetri më do të keqen mua, prandaj nuk më lejon që unë të pi hashash. Jap sa nivelet e ulta të ndërgjegjes janë njerëz shumë të rrezikshëm, sepse ata e perceptojnë tjetrin si agresor në momentin që tjetri ka një këndvështrim ndryshe nga vetja e tyre, okay? Dhe tani biseda evoluon që Stevie i thotë që qetësou se s'ka asgjë të keqe, shoku i tij i ngushtë i thotë jo, nuk është diçka që s'ka asgjë të keqe, është diçka që ka gjë të keqe. Dhe pastaj shoku i tij përpiqet që t'i bëj të ditur Stevie që un kam një perspektivë tjetër mbi këtë gjën dhe lodhet me veten, i dalin syt jashtë duke i thënë që kjo gjëja më jep bezdi pa asnjë arsye. Nuk është se kam frikë mamin apo babin që kur të vinë në shtëpi do të nuhasin erën e hashashit. Jo, kjo gjë më jep bezdi pa ndonjë arsye, thjesht nuk e dua. Ndërsa Stevie prap imponon ose mbishkruan vullnetin e tij, është qef, i thotë, dhe vazhdon dhe pin hashashin në shtëpinë e huaj, sepse për Steven këndvështrimi i tjetrit nuk ekziston. Ekzistojnë vetëm njerëzit që Stevit i lejojnë të bëjë çfarë doj dhe njerëzit të tjerë që nuk e lejojnë Steven të bëjë çfarë doj, përrjedhoj, këta janë njerëz këqij. Okej? Ky është arsyeja pse Stevie është person i rrezikshëm me nivelin e zhvillimit të vetdijes tij. E njëjta situatë, perspektivash shfaqet në online, ku vajzat janë tërkohës të ekspozuara ndaj reelsave dhe tiktokersave që thonë djemt janë këqij, djemt janë këqij, djemt janë këqij, meshkujt janë këqij, meshkujt janë pervers, meshkujt janë tulët, meshkujt janë legena. Dhe çfarë ndodh? Kjo ka formuar tani këtë përshtypjen e saj, këtë katrorin e kuq për djemt. Dhe kur ajo takohet me një djalë dhe fillon të flasin dhe ky djalë i thot 4 gjëra, okay? Njëra prej këtyre gjërave që ka thënë ky djali, kësaj i ngjan me këtë gjën tjetër që ka para konceptuar se si janë djemt dhe çfarë thon djemt, okay? Dhe tani
nga që ky tha këtë gjën këtu, kjo e përdor këtë gjën që i kanë imponuar TikTokersat për të filtruar këtë gjën që i tha ky djali. Dhe çfarë bën? Ajo e merr një pjesë të gjës që i ka thënë tjetri, e merr edhe e fshin, edhe fillon edhe ruan vetëm pjesën që i intereson asaj për ta bërë përputhshëm me gjën që ka dëgjuar më përpara. Okej? Dhe tani ky djali habitet sepse kjo i thot si ka mundësi që ju gjithë meshkujt jeni kështu. Okej? Sepse njëra prej gjërave që tha thjesht i ngjau pak asaj dhe kjo tani mendon se ju jeni gjithë kështu. Okej? Gjithë jeni kështu. S'ka kuptim. Okej, kjo është gjëja që ndodh kur kemi në nivel të ulët të zhvillimit të vetdijes tek një person. Momenti i vetëm, ose një nga momentet kur një vajzë fillon dhe përjeton një moment më të rritur, ngrihet në nivelet e vetdijes të ndërgjegjes, pra zhvillimit të ndërgjegjes, është kur babai i saj i thotë që duhet të bësh kujdes me çfarë çunash shoqërohesh, sepse meshkujt zakonisht kanë një objektiv të caktuar pse u afrohen dhe pse duan të rrinë me vajzat. Okej? Dhe tani kjo është hera e parë kur kjo vajza këtu po percepton një mendim të dikujt tjetër mbi dikë tjetër. Okej? Tani, ky është një moment ngritje në nivelin e vetdijes, sepse ç'a ndodhi? Kjo ka një mendim mbi mendimin që ka dikush tjetër për dikë tjetër. Okej? Kjo është ngritje në nivelet e ndërgjegjes. Nivelet e ndërgjegjes janë shumë të rëndësishme për shkak se të gjitha keqkuptimet, të gjitha marrëdhëniet që dështojnë, martesat, ideologjitë që njerëz të ndryshëm përqafojnë, arsyeja pse një event gjeopolitik njerëz të ndryshëm e perceptojnë në mënyra krejt të ndryshme është për shkak sepse të gjithë njerëzit shpërndahen tek këto lloj nivelesh të zhvillimit psikologjik. Dhe kur njerëzit nuk arrin të rezonojnë se në çfarë niveli janë me njëri tjetrin, atëherë krijohet konflikt, shamat, ngatresa e problemet pafund. Kjo tabela këtu është ajo që e pasqyron edhe e zbërthen të gjithë gamën e mospërputhshmërisë në komunikimin njerëzor. Okej? Është shumë e rëndësishme të kuptohen këto nivele, sepse sa më i ulët të jetë niveli i njeriut, aq më e vogël është aftësia e tij për të perceptuar këndvështrimin e tjetrit. Okej, në psikologji kjo njihet si metacognition ose theory of mind, pra aftësia për të simuluar në mendjen tënde mendjen e dikujt tjetër. Okej? Tani do t'i shohim të gjitha nivelet me radhë dhe gati për shijuar spektaklin. Niveli i parë fillon me botën primitive dhe është ajo që quhet dëshira. Pra, të gjithë njerëzit kanë qenë një herë në jetën e tyre në nivelin e parë, në nivelin më të ulët të ndërgjegjes, sepse të gjithë kemi qenë fëmijë, të gjithë kemi qenë foshnja. Dhe ky është niveli që përkon me mentalitetin e foshnjës, ku foshnja mendon se e gjithë bota është aty për t'i bërë qefin asaj, është instinkt mbijetese. Duhet që të gjithë kemi kaluar nëpër këtë stad. Problemi edhe tragjedia është se disa njerëz mbeten në atë nivel foshnjor të ndërgjegjes për gjithë jetën e tyre. Kështu që në këtë nivel, ajo çfarë duan njerëzit që mbeten në këtë nivel është vetëm dëshira e tyre. Atyre u intereson vetëm nevojat e tyre. Dua, mua. Janë ata njerëzit që thonë, unë dua burrin 1,90 m i gjatë me sy blu që të ketë studiuar për financë. Pra, u intereson vetëm perspektiva e tyre dhe duan të forcojnë ose të trysnojnë vetëm mbi atë çfarë ata duan që të realizojnë. Pra, qëllimi i tyre është vetëm të plotësojnë kërkesat e tyre, dëshirat e tyre, është vetëm për të marrë, për të vetësuar, pra, është për të çliruar, për të kënaqur dëshirat e veta. Ato që e dua tani. Më kupton, këta janë ata njerëz që dëshirojnë diçka dhe mendojnë tërkohës si t'ia plotësoj vetes këtë nevojë. Janë ata njerëz që thonë, unë kshu jam, ti po deshe rri, po deshe ik. Pse duhet ndryshoj unë? Kshu jam rritur, kshu jam mësuar. Ty po të pëlqeu rri, po s'të pëlqeu mos rri. Pra janë njerëz që nuk duan të bëjnë përpjekje fare
për të ndryshuar, për t'ju përshtatur shoqërisë, familjes, partnerit. Duan vetëm që të tjerët pra zgjedhin rrugën për shkurt, që të tjerët të përshtaten tyre dhe këta janë qendra e botës. Një shembull që më vjen mendje për të ilustruar mentalitetin e këtyre është kur babai u jep para 2 fëmijëve të tij, njëri është 12 vjeç për shembull dhe tjetri mund të jetë supozojmë 5 vjeç, ndoshta 5 vjeç ky tjetri këtu. Dhe të dy duhet blejnë nga një dhuratë për mamin, okay? Tani, ky që është 12 vjeç, normalisht mamit do të ketë kuptuar me shpresë, është rritur në nivelet e ndërgjegjes dhe nuk është në nivelin 1M. Dhe e kupton se mamin mund t'i blihet një vazu me lule, në një sport me diçka, gjëra që u pëlqejnë grave me mamave. Ndërsa ky që është 5 vjeç, çfarë do bëj? Ky do zgjedh, çfarë do zgjedh? Do zgjedh t'i blej mamit një makinë, sepse mendon se dëshirat e tij janë të njëjta me dëshirat e të tjerëve. Okay? Dhe ai do vendos t'i blej mamit një makinë, një Ferrari për ditëlindje, sepse presupozon se dëshirat e tjerëve janë njësoj si dëshirat e tij. Okay? Është niveli 1, pra është niveli foshnjori i zhvillimit të ndërgjegjes. Dhe këta janë njerëz që, siç e thotë edhe tabela këtu, këta janë njerëz që zakonisht përfundojnë të pastre, përfundojnë në qendra kujdesi, nuk mbijetojnë dot pa ndihmën e tjerëve, pra janë të paaftë që t'ja dalin me forcat e tyre. Qëndrojnë në për komunitete ku shpërbëhen shpejt, pra e kanë të vështirë që të mbajnë shoqëri për një kohë gjatë. Dhe këtu, në këtë fazë, kanë qenë 99.99% e njerëzve. Kështu që ky është niveli 1, dhe kjo është gjëja që duhet keni parasysh kur të keni të bëni me një person të nivelit 1 që është në botën primitive. Ata thjesht janë dua, mua. Gjithçka për vete dhe nuk u intereson asgjë për të tjerët. Dhe nëse të tjerët nuk u plotësojnë dëshirat, atëherë këta njerëz të nivelit më të ulët i shohin të tjerët si agresor dhe tentojnë të viktimizohen. Për shembull, nëse keni një koleg apo kolege pune që ju i jepni një këshill ose i jepni një rekomandim apo i bëni një sugjerim, këta janë njerëz të cilët direkt do shkojnë të viktimizohen tek shefi se dikush tjetër u dha një sugjerim apo një këshill dhe do ta interpretojnë këtë se ky personi këtu do që të më pushojnë nga puna, prandaj po më kritikon dhe po më jep këshilla. Okej? Pra identifikojeni nivelin 1 dhe kuptojeni se në çfarë prizmi e shohin ata botën. Okej, është shumë e rëndësishme kjo. Niveli 2 është një gradë më sipër nivelit 1, që do të thotë se tani e kam kuptuar që jo vetëm unë kam dëshira, por edhe të tjerët kanë dëshira, kështu që unë duhet të lidhem me ta që të plotësoj dëshirat e mia. Pra, unë duhet të plotësoj dëshirën e dikujt në mënyrë që ai pastaj si rrjedhoj të plotësoj dëshirën time. Pra, kupton reciprocitetin. Dhe njerëzit në këtë nivel janë njerëz që bëjnë favore, u bëjnë qefin të tjerëve, u shërbejnë të tjerëve, ndajnë gjëra me të tjerët, sepse qëllimi i tyre është që të lidhen me të tjerët, të bëhen shok aleat, të krijojnë atashim, ngjitje, mbështetje me të tjerët, që si rrjedhoj të plotësojnë kërkesat e tyre. Pra, mentaliteti i këtij niveli është që edhe të tjerët kanë dëshira. Plotësoj ato dëshira që të jemi të lidhur me njëri tjetrin dhe pastaj ata plotësojnë dëshirat e mia, okay? Pra, jep që të marrësh ose merr dhe pastaj jep. Unë e bëra pjesën time, tani dua atë që më takon. Është si fëmia i vogël që tani e ka kuptuar, pasi është rritur pak, që duhet t'i them një viersh, duhet t'i them një poezi babit, duhet t'i plotësoj një detyrë që më ka lënë babi, që pastaj babi të më fali, të më bëjë ndonjë dhuratë apo të më fali para. Kjo është niveli sipër njëshit, që është dyshi. Këta njerëz janë gjithmonë jetojnë në grupe të vogla, klanore, fisnore, më kupton, sepse s'kan interes që të lidhen me të tjerët, sepse nuk kanë garanci që do të marrin mbrapsht atë që japin, ndryshe nga ajo që ndodh kur janë në grupe tribale. Pra është gjithmonë besnikëria ndaj fisit, besnikëria ndaj tribus, duke bërë ato që bëjnë gjithmonë. Pothuajse gjithë njerëzit e kanë kaluar dhe kanë qenë në një periudhë tjetës tyre sa do e vogël në këtë fazë. Këta janë gjithashtu dhe njerëzit që vinë nga mentaliteti i kohëve primitive, ku
sakrifikonin vajzat e reja në vulkan për të shuar agresivitetin e një vulkani. Pra mendonin se duke sakrifikuar njerëz mund t'i bënin qefin natyrës që t'lidhen me natyrën. Për t'i bërë qefin natyrës, ne duhet të marrim vajzat e virgjëra dhe t'i hedhim në gryken e vulkanit, që pastaj vulkani të qetësohet. Ose për shembull në rastin e Agamemnonit, i cili sakrifikoi vajzën e tij për shkak se nuk frynte era, nuk kishte as pak murlan që të lëviznin velat e anijeve për të shkuar në luftë me trojanët. Pra, dhe vendosi të sakrifikonte vajzën e tij për t'i bërë qefin natyrës. Kjo është niveli në të cilin operojnë personat e kësaj zhvillimit të ndërgjegjes. Niveli i tretë është një nivel më lartë se sa dyshi, sepse ai ka kuptuar diçka më shumë se sa njëshi dhe dyshi. Është një nivel më sipër për shkak se ka kuptuar që edhe të tjerët kanë dëshira dhe duan t'i plotësojnë dëshirat njëri tjetrit, kanë interesa, kështu që unë mund t'i manipuloj interesat e tyre që kanë për njëri tjetrin. Për shembull, nëse një djalë është i nivelit 2 dhe ka ftuar për të dalë me një vajzë që është një nivel tjetër, s'ka rëndësi. Dhe tani ky tipi i nivelit 2 kalon darkën mbrëmjen me këtë vajzën, e qeras, i blen mbrëmjen, paguan tavolinën dhe mendon, nga që është i nivelit 2, mendon se çdo gjë në jetë është transaksion. Pra tani unë pagova për këtë dhe kjo tani duhet më lejoj mua të më jap akses tek trupi i saj kur të shkojmë tek hoteli. Kjo është mënyra se si niveli i 2 e shet çdo gjë. Niveli 3 është një grad më sipër, sepse ai e kupton dinamikën e dëshirave të njerëzve dhe thotë unë mund të ndërhyj që të manipuloj njerëzit. Për shembull, niveli 3 mund t'i thojë kësaj vajzës që ti je punëtorja ime, mund të më japësh mua akses në trupin tënd, kështu që unë të rris në detyrë, të rris rrogën, të trajtoj ndryshe, të bëj tolerancë. Ky është niveli 3. Ose kur është një zotrues përsëri i biznesi që i jep, si thuash, një punëtori ngarkesë më të madhe pune, e zhvat duke përdorur jashtë orarit punës, sepse është i sigurt se ai do ta kryej këtë gjë, nga që presioni i shkarkimit nga puna i krijon frikë atij, sepse ka familjen për të mbajtur. Pra kjo është mënyra se si niveli 3 operon në botë, është kodi i mafjas, pra është mënyra që nëse duam diçka, ne mund ta marrim atë me dhunë dhe me forcë nga dikush tjetër. Sepse e dim se ai ka dëshirë ta mbrojë, por është i pafuqishëm për ta mbrojtur. Është kodi i mafjas në kuptimin që ata i prezantojnë njëri tjetrit që ti X-i ke këtë lloj pushteti sepse unë të kam prezantuar ty me dikë tjetër. Pra përdorin dëshirat dhe kërkesat që kanë niveli 1 dhe 2 për t'i manipuluar ata. Por mbetet përsëri një nivel, si thua, primitiv, dhe njerëzit e këtij niveli quhen primitiv dhe shoqëritë që kanë elemente të tillë quhen shoqëri primitive. Është rasti tipik i atij që merr karrocën në supermarket, merr ushqimet, shkon tek makina e tij në parking, e zbraz dhe e lë karrocën aty. Pse? Sepse në mentalitetin e tij nuk ka interes çfarë dobi i sjell që ta çojë përsëri karrocën aty ku ishte. Atij nuk i intereson se krijon kaos, sepse ai mendon se askush nuk më thot mua se ç'a duhet bëj e para punës, dhe e dyta ai nuk sheh asnjë përfitim për veten e tij që ta çoj karrocën aty ku ishte. Ky është niveli 3 pra, dhe niveli 3 është gjithmonë i përqendruar tek kontrolli, kërkon pushtet, kërkon për të trysnuar, kërkon për të ndikuar tek të tjerët në mënyrat nga më të ndryshmet. Qëllimi i tij është për të garantuar pushtet, për të fituar, për të arritur, për të triumfuar, për të ngjitur në shkallët sociale, me të drejtë apo me të padrejtë, me dhunë apo pa dhunë. Niveli 3 ka kuptuar se të tjerët lidhen për të shërbyer nevojave të njëri tjetrit. Si të rikontrolloj ato lidhje që të fitoj pushtet ndaj tyre, mendon niveli 3. Niveli 3 mendon unë jam i pari. Askush nuk më thot mua se çfarë duhet të bëj. Okej, ai e mendon veten në majët piramides dhe tjerët janë qenie të ulta ose janë kafsh. Kalimi nga niveli 3 në nivelin 4 është një hap galopant për gjithë shoqërinë në tërësi për zhvillimin e ndërgjegjes, sepse kalojmë nga bota primitive tek bota personale. Dhe tani ç'a ndodh? Niveli 4 thotë se ne nuk mund të vazhdojmë më me ligjin e xhunglës, ku më i forti sundon të tjerët, ku më manipuluesi
i nënshtron të tjerët. Ne thot mund të krijojmë një kod të përbashkët, një ligj ku e respektojmë të gjithë dhe mund të zgjedhim njerëz që na përfaqësojnë interesat tona. Dhe niveli 4 shënon fillimin e civilizimit, lindjen e qyteteve dhe kombeve, sepse tani kemi një rregullore të shkruar ku unë nuk dua as të dëmtoj të tjerët, as nuk dua që të tjerët të më dëmtojnë mua. Pra ky është ajo që sjell niveli 4. Në këtë kuptojmë se kemi një bashkësi të përbashkët rregullash dhe nuk kemi nevojë të vazhdojmë me ligjin e xhunglës, ku ose i fitoj të gjitha ose i humb të gjitha. Tani kemi norma, kemi kushtetut, kemi rregulla që duhet i respektojmë. Okej? Dhe niveli 4 është fillimi i, si thua, civilizimit, pra, krijimit të kombeve dhe qyteteve. Niveli 4 thot përshtatu rregullave, përshtatu shoqërisë, bindju ligjit, krijo dakordsi, sillu siç duhet, dorëzohu vullnetit të kodit të përbashkët që rregullon mbarvajtjen e shoqërisë. Niveli 4 synon që të ketë përkatësi, pra, të ketë një mënyrë jetese, të ketë një unitet, të ketë një përshtatje, pra ti përkas një kombi, një qyteti, një grupi, një lagje, një ekipi, një skuadre. Motoja e nivelit 4 është që njerëzit konkurrojnë për pushtet, për cilat rregulla duhet bijmë dakord dhe duhet i ndjekim. Një herë që këto rregulla fiksohen, atëherë ne duhet të bindemi atyre dhe duhet të krijojmë një model, një mënyrë jetese rreth atyre rregullave për të cilat bashkarisht kemi rënë dakord. E vetmja rrugë e drejtë, mendon niveli 4, është rruga ligjore. Ligji na thotë se çfarë duhet bëjmë. Po të dëgjoje ligjin, thot niveli 4, do të merrje atë që dëshiroje. Këta janë njerëz punonjës, në biznese, familjar, në fe, tradita, në qytet, në fshat, kudo. Pra, objektivi i tyre është bindja, konformiteti, pra, dedikimi ndaj rrugës së drejtë të ligjit. Niveli 5 është një gradë si për nivelit 4, sepse ai ka kuptuar diçka që niveli 4 nuk e ka shumë të qartë. Niveli 5 mendon se ka shumë mënyra për të qenë i drejtë, jo vetëm mënyra e ligjit. Pra për nivelin 5 ekziston një hapësirë për të qenë brenda ligjit, por ndërkohë edhe kreativ. Pra është dikush që mendon se unë mund të krijoj një biznes që respekton ligjin, por sjell një të mirë të përbashkët sociale. Është një person që krijon një produkt, është një person që hap një biznes, është një person që mendon se unë mund ta kërkoj jetën time kudo nëpër botë. Unë mund të sjell inovacion, unë mund të krijoj për shoqërinë, unë mund të sjell produkte që nuk ekzistojnë, unë mund të zgjidh probleme që kanë njerëzit, që sjellin të mirë publike. Pra niveli 5 mendon se hapësira që lejon ligji mund të përdoret, ekziston kreativitet përtej asaj që thot ligji, duke respektuar ligjin gjithmonë. Edhe prandaj është sipër nivelit 4. E gjithë bota mendohet se duhet jetë të niveli 4 dhe 5, sepse zhvillimi teknologjik, zhvillimi i vrullshëm që ka pësuar bota, planeti, me teknologji, me gjitha fushat e jetës, me shkencë, mjeksi, kërkon që njerëzit të jenë të nivelit 4 dhe 5 në shumicë që t'i përshtaten këtij ambienti të ri bashkëjetese. Mirë, po për fat të keq njerëzit janë akoma nivelit 3 dhe 4 dhe nuk kanë arritur që t'jenë në shumicë niveli 4 dhe 5. Dhe kjo është tragjedia e madhe, sepse bota zhvillohet, kërkon nivelet sa më shumë që bota zhvillohet, aq më të larta kërkohen nivelet e ndërgjegjjes së njerëzve për të garantuar një bashkëjetesë të shëndetshme, por për fat keq njerëzit nuk e updateojnë ndërgjegjen e tyre, ngelen në ndërgjegje të ulët, e përrjedhoj kemi konflikt, luftra, shamat, kacafytje, përleshje e gjitha me radhë. Kështu që niveli 5 thotë se ka shumë mënyra për të shkëlqyer, për të arritur, për të ndikuar, për të përparuar. Niveli 5, qëllimi i nivelit 5 është arritja e suksesit, okay? Që të ketë një stil jetese të shëndetshëm, të rehatshëm, të ndihet i plotësuar, të arrijë status shoqëror, të ketë ndikim, të ketë çdo gjë në rregull në jetën e tij, okay? Të jetë një individ i suksesshëm në shoqëri. Pra ka mënyra të ndryshme për të pasur të drejtë dhe për të funksionuar në jetë, okay? Nuk mund të jetoj vetëm duke bërë ato që më thot ligji. Unë mund ta përdor hapësirën që t'jep ligji në mënyrë kreative për të krijuar diçka të re që më jep plotësim dhe nuk ekziston. Okej? Gjithçka varet nga ti. Niveli 5 mendon se njeriu është ai që bën veten e tij. Askush
nuk e di se çfarë është e drejtë për ty. Duhet të bësh zgjedhjet e tua edhe të jesh përgjegjës për gjërat që të ndodhin ty. Pra është një nivel maturie. Këta janë njerëz që i gjenë nëpër qendra moderne, urbane, ekonomike, kulturore, shkolla, biznese, sipërmarrës, okay? Objektivat e tyre janë statusi, suksesi, dukja, pozita sociale, reputacioni dhe arsyetimi. Mendohet se janë 28% e njerëzve, të cilët e dinë kush janë dhe çfarë duan. Ky ishte niveli 5 dhe tani kalojmë tek niveli 6. Niveli 6 ka kuptuar diçka shumë më të rëndësishme dhe shumë më kritike se sa niveli 5. Niveli 6 thot, çfarë rëndësie ka që unë të pasurohem, të bëhem miliarder me pasuri të pakufishme, të kem Ferrari në oborr, të parkuar, ndërkohë që fqinji im s'ka për të ngrënë. Okay? Tani fillon të dal jashtë gardit të tij. Niveli i 6 i ndërgjegjes shqetësohet për fatin edhe të krijesave të tjera përreth tij që s'ka lidhje tribale me ta, s'ka lidhje gjaku, s'ka lidhje fisnore, nuk ka asnjë lloj lidhje. Thjesht i intereson fati i tjetrit nga që thjesht është njeri. Okay? Këtu kemi tani kalimin janë fillesat e kalimit nga bota personale tek bota transpersonale. Pra tani nuk më intereson vetëm vetja. 6 thot më intereson edhe tjetri, si është tjetri, si e ka gjendjen tjetri. Dhe si mund ta kuptoj tjetrin më mirë, si të kem empati, si mund ta ndihmoj që të lulëzoj edhe ai në jetën e tij. Kjo është ajo që bën 6 pra, del përtej gardhit vet. 6 shqetësohet jo vetëm për njerëzit e tjerë, por shqetësohet edhe për fatin e natyrës, shqetësohet për fatin e bukurisë natyrore, e zonave me bukuri të rrallë të natyrës. Mendon se lulëzimi një biznesi në një zonë që ka një bukuri të përveçme natyrore, një bukuri të rrallë, nuk ja vlen pasurimi si nivel 5, ndërkohë që ne po dëmtojmë diçka që nuk mund të na rikthehet më. Kjo është ajo që po ndodhet në debatin e sotëm mbi protestat për mbrojtjen e lagunës së Nartës. Pra, kemi nivelin 6 të njerëzve që kanë një ndërgjegje që shkon përtej kufirit të vetes dhe kemi nga ana tjetër njerëz që shohin përfitimin ekonomik dhe zhvillimin ekonomik të çështjes. Pra niveli 6 kërkon ka dhimbshuri për tjetrin, ka empati, kërkon ta njoh tjetrin, kërkon ti përfshi të tjerët, ti përqafoj, ti vlerësoj si thelb njerëzor. Suksesi është i pakuptimt për nivelin 6 nëse nuk je origjinal, nëse nuk tregohesh falso si person, thjesht për të fituar. Mendon se si të përfshi edhe të tjerë në suksesin e tij. Nuk ka kuptim që të bëjmë një diçka ku vetëm mund të dali fituar. Dua që të gjithë grupi, ne si grup, si ekip të dalim të gjithë të fituar. Dëshiron që të gjithë të ndihen të kuptuar gjithashtu, të ndërlidhur, të bëjnë diçka që ka impakt në botë, që del përtej impaktit financiar vetjak për familjen apo për veten e tij. Pra janë njerëz që kanë prirje të themelojnë organizata, të themelojnë shoqata, të ecin, të sponsorizojnë kauza të caktuara. Pra kanë në thelb të tyre kanë arritur që duhet një kujdes në identitetin e tyre, ata pranojnë një kujdes universal për tjetrin, për natyrën, për ekosistemin në përgjithësi. Niveli 7 kalon si për niveli 6, sepse niveli 7 tani thot të gjitha këto organizata, të gjitha këto kauza, të gjitha këto mini sisteme që kanë krijuar 6-tat, mund t'i sistematizojmë, mund t'i harmonizojmë në një të tërë. Kjo është ajo që bën 7-ta. 7-ta janë personalitetet larta publike, presidentë që kanë lënë shenjë në historinë e njerëzimit, që kanë arritur të organizojnë njerëzit në një shkallë të gjerë për kauza madhore, për paqen, për njerëzimin, për jetesën, për të drejtat e njeriut. Pra janë njerëz që kanë përbashkuar, i kanë vërë në vijë sistemet, i kanë integruar gjërat, i kanë harmonizuar, kanë krijuar sisteme globale mbështetjeje. Niveli 7 janë njerëz që
e shohin të gjithë universin si një organizëm i gjallë, pjesët e cilit jemi edhe ne dhe të gjitha sistemet që ndërveprojnë në të, pra e shohin çdo gjë si një ekosistem dhe veten si një pjesë kyçe e saj. Çdo gjë e shohin në mënyrë organike. Për nivelin 7 edhe kjo ndarja e tabelës që kam bërë unë është e pa kuptim, sepse për nivelin 7 çdo njeri ka një esencë hyjnore dhe ndarja, kategorizimi është diçka që bie ndesh me esencën hyjnore të njerëzve. Për nivelin 7 nuk mund të konceptohet kjo lloj ndarje, sepse niveli 7 mendon se çdo njeri mund të maksimizohet, çdo njeri mund të bëhet të lulëzojë në një mënyrë që të shpërthejë në jetën e tij. Pra, është i vetëdijshëm, kërkon që njerëzit të përdorin, të vënë në përdorim aftësitë e tyre. Niveli 7 është janë njerëz që kanë performancë të lartë, janë inovatorë të mëdhej, janë njerëz që kanë kompetencë në zgjidhjen e problemeve. Mendohet se janë 5% e njerëzve që jetojnë sot në botë. Okej. Ndërsa niveli 8 është niveli i shenjtërve, është niveli atyre që mendojnë se dashuria është filozofia e gjitha filozofive. Pra janë njerëz që sinergjizojnë, janë njerëz që jetojnë në simbiozë me çdo gjë që bëjnë, janë njerëz që lartësojnë të tjerët, janë njerëz që e shohin çdo gjë si një sistem hyjnor. Universi është një prani hyjnore e së tërës tek njerëzit. Janë, si thua, kanë arritur një ndërgjegje universale, kanë arritur një ndërgjegje të lartë të zhvillimit të tyre. Janë njerëz që mendojnë se çdo njeri është një rrezatim, është një univers në miniaturë dhe janë njerëz me interesa shumë të specializuara, janë njerëz që gjenden diku të fshehur në për shpella, në për manastire, në për vende ku është vështirë të aksesohen, bëjnë jetë vetmitare sepse nuk duan që të plagështohen apo të ndikohen nga bota materiale apo nga sistemi kapitalist që është ndërtuar, pra janë në 1% e botës. Se kupton, këta njerëz mund t'i gjeni ndoshta në ndonjë shpellë, nuk është se mund t'i takoni këta njerëz në përditshmërinë tuaj. Ndërsa niveli 9 është vetdia janë profetët, janë njerëzit që kanë arritur vetdijen universale. Pra ata e shohin çdo ditë, çdo minutë, çdo orë që kalon e shohin si një prani të shenjtë. Çdo gjë për ta në botë është e shenjtë, sepse vjen nga njëjti burim hyjnor. Pra ata kanë arritur që ta bëjnë vetdijen e tyre, ta lartësojnë deri në atë pikë sa që të bëhen njësh me principin kardinal të universit. Pra janë njerëz që nuk dihet ekzistenca e tyre. Pra nëse ekzistojnë, askush nuk e di se ku mund të jenë këta lloj njerëzish. Tani konkluzioni im është ky. Çfarë duhet marrim ne nga tabela e niveleve? Supozojmë se kemi një ndërmarrje, okay? Kemi një agjenci, një firmë, një biznes, ku pronari, CEO, është niveli 7, okay? Njëri punëtor është niveli 1, tjetri është niveli 2, tjetri është niveli 3. Okay? Tani niveli 7 mendon se këtyre njerëzve duhet t'u jepet liri që të shpërthejnë, që të shprehin veten, që të lulëzojnë, që të përparojnë në jetën e tyre. Niveli 3, kur ja jep këtë grad lirie, nga që është në nivelin 3 dhe nuk sheh dot siç e sheh 7 botën, niveli 3 thot, super, bonus, jackpot. Tani unë jam menaxheri këto, mund të bëj çfarë dua, mund t'i shfrytëzoj këta. Unë mund t'i përdor këta. Unë mund t'i bëj që të bëjnë orë shtesë, unë mund t'i dhunoj sepse kanë frikë se mund t'i shkarkoj nga puna. Unë mund t'i bëj që të katrohen me njëri tjetrin që pastaj daluni miri. E kupton, mund të përdor teknikën për çaj dhe sundo. Niveli 2 mendon se unë këtu mund të bëj pak dhe të marr më shumë. Mund të bëj gjasme sikur punoj, por në të vërtetë të kërkoj rritje rroge. Kurse niveli i parë mendon se mund të plotësoj dëshirat e veta, i pëlqen diçka tek puna, një objekt, një çfarëdo dhe mund ta përvetësoj, mund ta marr për veten e saj. Pra e shikoni se kush është gabim këtu, kush është fatalisht gabim këtu në këtë sistem. Është 7, sepse 7 po dështon të kuptoj se në çfarë niveli janë punëtorët e tij.
Është shtata ai që po bën gabimin fatal këtu. Edhe pse shtata po niset me të gjitha qëllimet më të mira të botës, ajo që po bën është se po shkatron kompaninë, sepse nuk e ka lexuar se ku e ka tavanin tjetri. Dhe tjetri nuk mund ta shoh botën njësoj siç po e sheh shtata. Treshi thot unë mund të manipuloj sepse mund delegua pushtet. Dyshi thot unë mund t'jap pak dhe të marr shumë, sepse kështu e ka mentalitetin, këtu e ka tavanin dyshi. Pra çdo njeri operon në botë sipas nivelit të ndërgjegjës që ka arritur të zhvillojë dhe është jo realiste pritshmëria që ka vendosur shtata. Kjo është thelbi i niveleve. Kjo është thelbi pse duhet i kesh parasysh nivelet. Kjo është thelbi i gjitha shamatave që ndodhin sot. E kupton që njëri don natyrën, tjetri don para, tjetri don transaksionit, tjetri don universin. Më kupton? Kjo është qëllimi, kjo është dëshira ime pse e bëra këtë video. Shpresoj që të ketë sjell një farë qartësie, të ketë sjell një farë këndvështrimi të ri për t'i parë gjërat për ty dhe uroj shumë që t'ja kenë vlejtur këto minuta që ndejtëm bashkë.